Instituti i Sigurimeve Shoqërore mbyll dyert për qytetarët, ndërsa presin zgjidhje të problematikave që kanë. Qytetarët nuk kanë gjetur ende zgjidhje, ndërsa mbeten në pritje. Njohja e viteve të pensionit, shtesat e pensionit që duhet i përfitonin janë disa nga problematikat e qytetarëve, teksa nuk mungojnë edhe ata që jetojnë jashtë vendit e që presin një zgjidhje. Në intervistat për Blu Televizion, qytetarët shprehen se kanë shumë kohë edhe vite madje që i drejtohen Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Vlorë, por që nuk kanë gjetur asnjë zgjidhje apo të marrin qoftë edhe një përgjigje mbi problematikat e tyre, e se kur gjithçka do të marrë fund, një situatë që i bën këta të fundit i drejtohen çdo ditë institucionit. Unë erdha që bëja një sqarim se kam burrin invalid, edhe vetëm për këtë që tha kryeministri për ngritjen e këtyre, dhe 18 që nuk e zë, ky është invalid. Ka punuar në naftë, në punë më të vështirë, edhe thot që nuk i takojnë, ndërsa Çoçoli thot që i takojnë. Për këto lekët e fundit që po, për këto erdha nuk e keni marrë. Jo, sot ajo nuk ka pritje nesër, kaq. Kushta s'ka pritje? Thot ky roja këtu, thot s'ka pritje. Edhe ju keni probleme me këtë shtesën që ka të kryeministri? Po shtesën unë vetëm për barkshortin, pa unë kam marrë 8.000 lekë. Disa kanë marrë, disa s'kan Jo, marrë. 8.000 lekë që unë marrë 100.000 lekë, unë e mora. Po im shoq për shembull se siç thosh Çoçoli, që këta që janë invalid, naftëtar, se burrim ka punuar në naftë, është invalid pune, edhe pse mos ta marr për këtë, jo për në gjë, se këta thonë që do e marrin, këta një pjesë të metalurgjik që ka punuar në naftë në këtë, do e marrin. Tashti unë edhe një thjesht një pyetje që i takon edhe do iki. Edhe ju faleminderit. Unë jetoj në Athinë. Si quheni juve? Trifon Nushi. Trifon Nushi. Sa vite pensioni ju mungojnë? Mua mungojnë nga 80-ta, si që më dronë dokumenti këta, deri në 92-shin. 12 vjetë. 12 vjetë. Tashti unë nuk e di se që i kanë hedhur ta. Kanë hedhur vitet e punës dhe më mbajtën librezën që kanë paguar 10 vjetë në 93-shi deri 2004. Plus cova 20, gati 21 vjetë punë. Nuk po zë 21, më jep. Kujt i jeni drejtuar? Unë ju drejtova Bishtit Kaldërëmit, më ka mbajtur 2 vjetë Bishti Kaldërëmit, nga Bishti Kaldërëmit më dërguan këtu. Kur dha urdhin ai Rama, që nxori ligjin në nëndor, erdha unë. I ka hajde më dërguan këtu ata. Faktikisht u bëra pensioni, duhet zgup të neri, thash. Muj për muj kam ardhur. Çfarë ju thon këtu? Do ta zgjedhim ta. Si ta zgjedhim? Sa herë kanë thënë ta zgjedhim? Sa i bëre leutër unë qeverisht lartë komisionit. 2 herë. Herën e pasë më këthën përgjigje. A erdi letra këtu është më lejmëruan. Erdha Pjotr, nuk më thanë gjë. I bëra prapë unë. Ofron zgjidhje ky institucion? Kjo drejtori ofron zgjidhje? Kanë qenë, më tha mua, ato 2 drejtoresha tjera që hoqi Rama dhe ka vërë një tjetër të re. Ata i vajta 2 herë asaj, herën e dytë më mori pasaj, mori thirri tjetër, thirri Leonorën që ka dosjet. Edhe më thanë mua, do ta rregullojmë, tha se e kam dërguar dosje në Tiranë. Është rregulluar apo jo? Nesër më tha mua, tash i ky. Më nxorën 28 vjet, 28 vjet më nxorën, nuk më nxorën me që ka punuar për shtetin, me ullishte. Kishte një brigadë në Poro poshtë. Edhe i ka ushtare, u ktheva nga ushtria, punova një vit kooperativ, vajta prapë në ndërmarrje të shkripzimit në BA Kërnis, tërkohë në shtet. Keni ardhur shpesh këtu? Kam ardhur. Keni marrë zgjidhje? Jo, akoma i dërgova, i bëra kërkesë qeverisë lartë, 2 herë, herën e dytë, kërkuan dosjen ata pasaj komisionin Tiranë, e shikojmë tash, kam ardhur muaj për muaj kam ardhur, shikojmë sot. Qa të bëhet, kanë mbaruar, po unë s'kam mbaruar, nuk e di. Unë kam sa vite të gruas, edhe do kam një sqarim këtu me juristin. Çfarë ju të mungojnë vitet e pensionit? Për gruan? Sa vite? Po janë 7-8 vjet ato po. Çfarë ju kanë thënë? I çfarë, ja, bëm gjyqi na mori përsipër këta, asaj se ka dalë ligji do ashtu. Ka gjë. Akoma si jeni zgjedhur? Jo, ja, po presim. S'më qedo e shtesa e pensionit edhe ratë plus këtu. Shtesa e pensionit? Po. Si ju ka kaluar fare? Fare, e narit. Po? Që u kot.
Mua ka kalohë jam naftar. As më pak, as atë më takon, se di e vi këtu ka grafik. Ne kemi pleqerie dhe do të zbërure, kaq. Instituti i Sigurimeve Shoqërore lë pas zgjidhje qytetarët e Vlorës e për çdo ditë 10 të tillë i drejtohen dyerve të institucionit, por ende pa marrë asnjë zgjidhje për problematikat dhe shqetësimet e tyre.